Pasaporta shqiptare në kohën e mbretit Zog nuk ishte thjesht një dokument udhëtimi. Ajo ishte një testament kombëtar, një udhërrëfyes shpirtëror që çdo shqiptar duhet ta mbante me nder, me dashuri e me përgjegjësi. Në faqen e saj të brendshme nuk ishte reklama, nuk ishte kode, por 6 porosi të shenjta, që i flisnin shpirtit të kombit që sapo po ngrihej në këmbë pas shekujsh robërie. Dikur, nëse nuk i respektoje këto porosi, jo vetëm që humbje pasaportën, por humbje edhe nderin që të jepte ajo, nderin e të qenit shqiptar. Para se të fillojmë, mos harroni ta pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike, sepse bashk po i rikthejmë dritën faqeve të harruara të historisë son. Në vitet e mbretërisë shqiptare, midis viteve 1928 dhe 1939, Ahmet Zogu u përpoq të ndërtonte një shtet modern, por me rrënjë të forta kombëtare. Në atë periudhë, Shqipëria po përpiqej të forconte identitetin e saj, t'i bënte nder simbolit të flamurit, të afirmohej ndër shtetet evropiane. Në këtë frym edhe pasaporta shqiptare ishte konceptuar si një dokument me vlerë morale e kombëtare, jo vetëm juridike. Brenda saj ishin të shtypura 6 porosi, një lloj kodi etike që çdo qytetar duhej ta njihte. Porosia e secilës prej tyre shkon shumë më thellë se sa duket. Le t'i zbulojmë një nga një. E para, ta dish e të jesh i sigurt se fatbardhësia dhe lumturia jote gjendet në Shqipni, e cila t'ep nder e të fal emnin shqiptar. Në këto pak fjalë fshihet thelbi i atë dhe dashurisë. Në një kohë kur mira shqiptar po niseshin drejt Greqisë, Italisë apo Amerikës për punë, shteti i Zogut u kujtonte: mos harro rrënjët, mos harro kush të dha emrin. Të ishe shqiptar në atë kohë nuk ishte thjesht kombësi, ishte krenari. Pasaporta shqiptare ishte një privilegj moral, jo vetëm ligjor. Ajo të kujtonte se lumturia e vërtet nuk matet me pasuri, por me ndjenjën e përkatësisë. Se Shqipëria me gjithë varfërinë e saj ishte shtëpia që të dha nderin dhe emrin që bart. Në këtë porosi Zogu ndërtonte një ndjenjë patriotizmi modern, një atë dhe dashuri që nuk lidhej me fanatizëm, por me krenari e dinjitet. E dyta, ruaje mirë karakterin kombëtar dhe kryenaltësinë shqiptare, bindju ligjeve dhe urdhnave të vendit kudo që të jesh. Kjo ishte një porosi për sjelljen dhe etikën shqiptare në çdo vend të botës. Në atë kohë, shumë shqiptar punonin jashtë shtetit e disa prej tyre për të mbjetuar, shpesh harronin se nga vinin, por ky mesazh i kujtonte: mos e ul kokën, por as mos e ngre në arrogancë. Ruaje kryenaltësinë e shqiptarit të ndershëm, ato që respekton ligjin, por nuk lejon të nëpërkëmbet. Në fakt, kjo porosi është edhe më aktuale sot. Shqiptari kudo që shkon mban mbi vete emrin e një kombi të lashtë. Në çdo zyrë pune, në çdo qytet të botës, sjellja jote është pasqyra e flamurit që bart. Kryenaltësia shqiptare nuk është mendje madhësi, është dinjitet. Dinjiteti që nuk blihet, nuk jepet, por trashëgohet nga brezi në brez. E treta, çdo shqiptar është vëllau yt. Nderoje kur do herë dhe ndihmoje kur të ketë nevojë. Kjo është ndoshta porosia më fisnike nga të gjitha. Në një kohë kur mërgjimtarët shqiptar në përbot ishin të pakt, por të shpërndar, shteti u jepte një mesazh të qartë. Shqiptari është vëllai yt, pavarësisht nga krahu, peja apo treva prej nga vjen.
Ky ishte një vizion i jashtëzakonshëm për bashkimin kombëtar. Zogu e kuptonte se shqiptarët mund të ishin të ndarë në politik, por duhet të ishin të bashkuar në shpirt. Në atë frym, pasaporta nuk ishte thjesht leje për të kaluar kufirin, por thirrje për solidaritet kombëtar. Në mërgim, një shqiptar tjetër është familja jote. Në vendin tënd, ai është pjesë e të njëjtit gjak. Kjo porosi është një kujtesë që përtej grindjeve e dallimeve, jemi një komb, një shpirt, një histori. E katërta, mos e përbuz gjuhën e nanës sate, tu e fol në gjuhë të huaj kur nuk është nevoja. Një porosi që tingëllon si poezi, por mbart një paralajmërim të fortë. Në kohën e Zogut, shumë shqiptar të shkolluar në Itali, Francë apo Turqi kishin filluar të përdornin gjuhë të huaja, si shenjë kulture në tentimin për të dukur më modern. Por shteti u thoshte qartë, mos u turpëro nga gjuha jote. Gjuha shqipe është më shumë se një mjet komunikimi, ajo është trashëgimi shpirtërore. Është e vetmja gjuhë që i ka mbjetuar perandorive, ndalimeve, burgjeve dhe pushtimeve. Është gjuha që na bashkon nga Vermoshi në Konispol, nga Shkupi në Ulqin. Kur humb gjuhën, humb kujtesën. Kur e përbuz gjuhën, ke përbuzur veten. Kjo porosi mbetet një ndër mesazhet më të fuqishme të pasaportës shqiptare dhe më aktualja për çdo brezëri që jeton jashtë vendit. E pesta, ndero flamurin e atë dheu tand, kush nuk e nderon shenjin e kombësisë, shënderon veten e vet. Flamuri shqiptar, i kuq si gjaku dhe me shqiponjen e zezë që shikon nga të dy anët e historisë, është shenja e përjetshme e kombit ton. Në vitet kur ky mesazh u shtyp në pasaport, Shqipëria ishte ende një shtet i ri, që kërkonte respekt e njohje ndërkombëtare. Prandaj, çdo qytetar duhet të përfaqësonte me nder simbolin kombëtar. Flamuri nuk është copë pelhure. Ai është kujtesë e betejave, e gjakut të derdhur, e fjalës liri, që shqiptarët e kanë paguar me jetë. Kush nuk e nderon flamurin, nuk e nderon historinë, as gjakun e të parëve. Në atë kohë, për shumë shqiptar, të nderoje flamurin do të thoshte të nderoje veten. Sot, pas një shekulli, ky mesazh duhet të vazhdojë të jetë baza e krenarisë sonë kombëtare. E gjashta, dashuria për atë dhe ndihet më tepër në mërgim, prandaj këtë dashuri ruaje edhe kur të kthehesh në vendin tënd. Kjo është pika më prekse, më njerëzore, më e ndjerë. Një shtet që e njeh shpirtin e mërgjimtarit e shkruan këtë fjali në dokumentin më të rëndësishëm të tij. Pasaporta i kujtonte çdo shqiptari se dashuria për atë dhe lind në zemër, por piqet në mërgim. Kur je larg, çdo gjë shqiptare bëhet më e shtrenjtë. Gjuha, ushqimi, muzika, zakoni, madje edhe era e tokës. Por ky mesazh nuk ndalet këtu. Ai thot: mos harro dashurinë kur të kthehesh, sepse shumë herë kthimi në atë dhe shoqërohet me zhgënjim, me harresë, me largim shpirtëror. Zogu donte që shqiptarët kur të ktheheshin ta mbartnin me vete përvojën, dijen, por mbi të gjitha dashurinë për vendin e tyre. Pas viteve të mbretit Zog, pasaportat shqiptare humbën këtë shpirt. Në periudhën komuniste, ato u kthyen në dokumente të frikës e kontrollit. Njerëzit nuk udhtonin më për të parë botën, por për misione shtetërore. Dashuria për atë dhe nuk mësohej më me fjalë të buta, por me dhunë ideologjike. Vetëm me ardhjen e demokracisë pas viteve 90, shqiptarët rifituan të drejtën për të pasur një pasaport të lirë. Por diçka mungon ende.
Në asnjë pasaport moderne nuk gjen më fjalë që të prekin shpirtin. Ajo pasaport e mbretit zog nuk ishte teknologji, ishte shpirt kombëtar i shtypur në letër. Ajo të kujtonte se liria e vërtet nuk qëndron në mundësinë për të kaluar kufi, por në dashurinë për tokën që të lindi. E tani pyetja që mbetet është kjo: cila nga këto 6 porosi të pasaportës shqiptare të mbretit zog të duket më e vlefshme për shqiptarët e sotëm? A kemi humbur diçka nga ai shpirti dikurshëm? Na shkruani mendimet tuaja në komente, se historia nuk është vetëm e kaluar, por edhe mësim për të tashmen. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.